Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Plasqeri i ashpër mes Zhakut dhe Mozës në fermë. Ja çfarë ndodhi mes dy banoreve. Atmosfera brenda shtëpisë në fermë u tensionua ndjeshëm gjatë orëve të vona të natës, ku një diskutim mes banorëve ka degraduar në një përplasje të fortë verbale, duke sjellë një nga momentet më të nxehta të këtij edicioni. Në qendër të këtij episodi ka qenë Zhaku, e cila duket se ka humbur kontrollin gjatë debatit, duke ngritur tonet dhe duke shpërthyer me nervozizëm përballë banorëve të tjerë. Situata nisi fillimisht si një bisedë mes grupit në obor, ku banorët po diskutonin së bashku, por tensioni u rrit shumë shpejt. Zhaku ka shprehur hapur pa kënaqësinë e saj për qëndrimin brenda fermës, duke lënë të kuptohet se presioni emocional dhe dinamika e fortë mes konkurrentëve kanë ndikuar ndjeshëm tek ajo. Mes toneve të larta, ajo kujtoi edhe sakrificat që sipas teje ka bërë për të bërë pjesë e këtij formati. Lash momentet e mia për të ardhur të reagtu me ju. Është shprehur ajo me nerva, duke treguar qartë frustrimin e akumuluar. Megjithatë, debati mori një kthes edhe tepër më të fortë, ku përplasja u fokusua te Moza. Në kulmin e nervozizmit, Zhaku ju drejtua asaj me tone fyese dhe gjuhë të ashpër, duke habitur jo vetëm banorët e pranishëm, por edhe publikun që ka ndjekur momentin. Ajo i është drejtuar asaj me epitete fyese dhe me një gjuhë që ka shokuar publikun. Ke orën dhe orale, hajde bëj pak orgji këtu me neve, ju drejtua ajo Mozës.